por jemi mbledh me kalu një kohë të mirë së bashku, për shkak se është shumë e rëndësishme që të jemi së bashku dhe jo vetëm në mësimet e Kuranit dhe në përdersë, në ligjërata, po jemi të obliguar që të bashkohemi edhe në aktivitete tjera, në mënyrë që këto aktivitete vazhdimisht na motivojnë dhe të na mbajnë afër njëri tjetrit, se ata cilët marrin rrugë për të kërkuar dituri, ne patjetër e kemi pas të arsyeshme që me pas edhe ligjërata të shkurta prej hoxhallarëve të cilët na kanë dhëruar me pjesëmarrje. Në këtë mes tonin është hoxha i nderuar hoxha Behar Dushi, po ashtu është edhe hoxha Besart Feka, është hoxha Ejmen Hasani, është hoxha Besart Thaçi, dhe po ashtu edhe unë do t'ju mbaj një ligjërat shkurt. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina. Tema të cilën e ka përzgjedh vllaznit që na me fol është Allahu na ka përzgjedh. Hoxhallarët tanë, mësuesit tanë, duhet që ne t'ju qasemi atyre me respekt dhe me edukat. Përndryshe, nuk mundemi me e marrë dijen e tyre. Dhe dikush mund thot, a mundemi me e marrë dijen në, do thot, ne vetë. Mundemi me e marrë, mirë po, është shumë e vështirë. E kush na e lehtëson, kush është ura lidhse në mes neve dhe deri tek dia, është mësuesi ynë. Pyetja e tretë, cila është surja që nuk fillon me Bismillahirrahmanirrahim? Këty në vendet ora 2 dhe 3 e kena një shpërblim, një dhuratë mirë, po dhuratë e mos se të kthehem në vështrim.